ku më kanë rritë, s'ku pas fëmini heq. S'ma përzi, dhe i kemi rrujt bilën jam. Tha, ti, inshallah të runë zoti, po edhe në tim ledhë shatë pa dertë për kom, tha. Po këto mos ma përzi, pra. Vërtet, prindëve të mi, ju kanë vdek, dikun 7 fëmi para me, nuk kanë jetu fëmija. Edhe kur kom lindu, në fshati ka qenë krejt pak shpi, të më thonë që janë bëllajt kur, po janë gëzu gjithë. Edhe më kanë trajtu pak me privilegj. Edhe kom pas mundësi gjithmonë me pas qasin në muhabetit aty në burrat mëdhej që kanë marrë vendimet më davaja. Mirë po duke u rrit, pastaj kam edhe një vlla, edhe atë vllam i vogël baba ka marrë pak më të xhelum, kurse mu më ka lënë pak më të lirë. Dhe unë jam integru shumë herët në aktivitetet që s'kanë qenë për moshën teme. Mirë po ta zom, hoxha i tjetër që ka qenë Sadik Zeka, thirrën e emën të babës ti, ajo është vranë në pejën e vitit 97, kanë vra policia serbe, bashkëpunim me do bashkëpunëtor tyne, po kanë vranë gjykatë në pejë mrena. Bashkë me Qazim Tullën, a ka pas avokat, babën e Ilir Tullës, doktorit. Edhe, a më ka angazhu shumë herët, për shembull me Isa Zheli o konë i Rakocit o konë këtu, dikon në kryet liçenit, a i ka qenë një burr aktivisti madh, a i me Smajl Haradinin, se Glogjanit është shtu, i Haradinve, për te liçenit, po mirë liçenit, edhe bashkë me atë, këta kanë qenë një, atëherë i thëshin komiteti Glogjanit, unë se kom pas i din, as ka komiteti, as ka Glogjanit, si që i vogël, por e mojnë mend, këta dilshin dikun dhe i thëshin një vend atje të Zhlepi. Ta shtu shihet Moja Shkelzenit, po sot është me re, Moja Shkelzenit i thëshin të Zhlepi, ajo kishte qenë si orientim, që këta me dalë në Shqipëri, me bo takime, me pushtet atje, me sjell armë, me sjell dokumentacion, edhe mërshin mu të vogël, edhe më qojshin dej afër ta zonë Gërgac, Fazlimeta, gjyshi i Artjan Limanit, ose Metet që vdiq tash, edhe më thëshin merresh të letra, shko te dera, lype filanin, edhe hepja. Unë as disha që kajna thuhet, për të rrezike, disha. I rritu para kohë, që kjo para kohë, më kanë rritë, s'kom pas fëmini hiç. Për një vend po. Po edhe tashti kur i këshyrin, se unë rritë edhe jam gati ta, se në shkollë të mesme. Pra, kjo kohën vetë si shka një Kur i këshyrin ato këto filmat Asterix, atë këtu i këshyrin shalën bashkë me ta. Se si kom qiku kur o kol koha. Po, nuk kom pas fëmini e zakonshme, edhe më kanë angazhu herët, edhe di njerë kur isha student, edhe dur fjala se më zunë sërbë, ishte vitin 90-91, na pa të nxjerrë prej fakultetit, prej amfiteatreve, edhe Hashim tha që në atë kohë Fisnik Cuka, do emnat përveçëm, e bëjshin lidhjen e rinisë socialiste e lëvizjes studentore. Edhe na ishim disa që kishim shërbyta, që ishim këtu nga shërbimi në Sharmat Jugoslave, dhe si oficerë, dishim paka shumë se çka duhet, edhe sërte kishin rrëthue fakultetin juridik dhe ekonomik, aty në amfiteatre ishte Hashimi me ekipin e vet atëhershëm, edhe na shkum, nëse ndodhi çfarë ndodhi, këta planifikojshin me nxon me marr gjallë. Po fakulteti juridik i ka do kanale që si din kërkush, lidhen me një rektor anaj kapishat, edhe ka dalje sekrete anaj. Edhe na dishim këto. Bazë studimeve që bëjshin për mobilizime për, edhe kemi nxjerrë na drejtim edhe ai ka hec pastaj jemi pa në fut luftës. Po kur shkuam te rektoratit të fakultetit filologjik, aty bëj grumullimi i madh, tash që është sheshi Femiaganit, na ndoqën ata, edhe unë u kapa kur kam stërvit karateni ku e gjatë, deri një dan, edhe jam hedh via të rrethojat, po ato kanë qenë të mreta, hekrat. Edhe kam pas farmer ka të rërkon karriera dhe lëviz, kam duket, janë kon original. Edhe u kap në atë farashtu pantollat, edhe kom një lëvirën. E tash studentët kanë ikë, po policia ka ardhur. Edhe kur i në afru mirë, se që shkom gjithë forë, që më kapë në themra në hekra, edhe më gjujtë. Mirë, por fjalla ka dalë se mërën. Edhe fjalla kisharë dhe të pretë të mi. A, mo të s'kanë marë, jo? Ja, edhe tash, ja, i ka. Edhe kom të leta, faqja bardë, edhe kër erdha në shpi, mas një kohë, kishë dalë fjalla që më kanë marë, një 2 javë kom po marë dhe tërkom, se u dashkiz me shme në autobuse, në nëzajshen. Kur ka marë në shpi, e pash babën, edhe e lëshova i zonë që me kuptuaj, kur erë në shpi. Së më foli heq, konë pak i ronë kështu. Filloj, ati me më sjellë rotull, këshe, për me pas kujdes, e kisha arsyën sepse kishin vdek 7 fëmijë tash. Për sa veç po i bjen, përveçërisht i konë qatë kohë? Kjo më konë atëherë 21. 21, okej, po. Edhe foli, thash në dëgjon babë, për shtëpi, punë, shtëpi, zallnis, e krejt, çka tu shteta, zoti e ti e këtu.
Qëri ku e ki demen, për flaun, Ah, thash si dalë për dire, mo, haram. Tha që çfarë guximi, pra. Tha që to mos ma përzi, dhe kemi rujt bilen jam. Tha ti, inshallah të runë zoti, po edhe në tim ljedhë, shatë se u pa dertë për kom, tha. Po këto mos ma përzi, po. Edhe të qërtu më rënë vesh.